Janë dy dosje të nxehta, zoti Spahia. Akshi ka një masë sigurie për drejtuesin që është arrest në shtëpi, është dosja tjetër e tunelit të Llogaras, numri 2 i qeverisë, zëvendës kryeministra është e pandehur, hetimet vijojnë. Duke patur parasysh këto dy dosje, në gjykimin tuaj, a duhet Partia Demokratike të ndryshojë marrëdhënien ose më saktë qasjen e saj me organet e drejtësisë me SPAK-un? Shiko, Partia Demokratike qasjen me strukturat e drejtësisë dhe me SPAK-un e ka pas në mënyrë krejtësisht luajale, do të thosha për sa kohë SPAK-un e kemi parë të veproj në interes të qytetarëve shqiptar dhe të interesit publik. Për sa kohë nga brenda SPAK-ut apo nga jashtë SPAK-ut tentohet që nëpërmjet strukturave të drejtësisë të sulmohet opozita shqiptare, sigurisht që Partia Demokratike do të reagojë jo vetëm në mbrojtje të Partisë Demokratike dhe strukturave të saj, por në mbrojtje pikërisht të pavarësisë të institucioneve demokracisë së këtij vendi, e cila nuk parashikon që opozita të sulmohet nga majoranca duke përdorur organet e drejtësisë.